Të nderuar shikues, do të shkojmë tashmë në një lidhje të drejtë për drejtë. Tani na pret gazetarja jon Lucy Përgjegje, e cila do të na informojë në një lidhje të drejtë për drejtë, siç tham, në një situatë që ka ndodhur para pak në një nga poligonet e Tiranës, ku dyshohet se një person ka qelluar veten. Përshëndetje Lucy. Të përshëndes edhe unë, atëherë ndodhim në rrugën Dervishima pranë stadiumit i Albania, ku një 35 vjeçar, pikërisht identiteti i tij mësohet se është Bledi Hasani, i cili ka dhënë fundjetës së tij në poligon. Dyshohet se ngjarja ka ndodhur me armën të cilën përdorej për qitje në poligon dhe deri tani nga informacionet që kemi, Bledi Hasani ishte klienti i këtij poligoni, pasi kishte qenë edhe më herët për qitje në të njëjtin vend. Ngjarja ka ndodhur rreth orës 13:30, ndërsa forcat e policisë së bashku me grupin hetimor nga prokuroria ndodhen ende në vendin e ngjarjes për të bërë të mundur edhe sqarimin e plot të rrethanave të ngjarjes për mënyrën se si ka ndodhur ngjarja, duke marrë në pyetje kështu edhe personat të cilët kanë qenë të pranishëm gjatë momentit të krimit, e më pas për të analizuar le kështu edhe elemente që mund ta kenë dërguar 35 vjeçarin drejt këtij akti të rënd. Lucy, nga detajet e deri tanishme është vetvrasje, ka pasur një gabim ndoshta apo ende nuk dihet asgjë? Mbetet ende e paqartë, por nga ana e policisë dyshimet e para janë se ka qenë vetvrasje, pasi dyshohet se armën të cilën e përdorte për qitje ja ka drejtuar qëllimisht vetes për të kryer edhe këtë akt të rënd. Por do të mbetet më tej për të sqaruar në vijim nga policia se si kanë qenë rrethanat e plota të kësaj ngjarje. Në këtë momente që ti ke arritur atje, trupi i të ndjerit është ende brenda vendit ku ka ndodhur vetvrasja apo është larguar, kanë ardhur ambulancat e kanë marrë? Atëherë vendi i ngjarjes është rrethuar nga forcat e policisë, nga pamjet që do t'ju ndihmojë edhe operatori, forcat e policisë janë ende në terren, trupi vijon të qëndrojë ende këtu teksa po kryen edhe qyrja e vendit të ngjarjes dhe të gjitha ekzaminimet përfundimtare, ndërsa më pas do të bëhet e mundur edhe nxjerrja e trupit pasi të ketë përfunduar edhe le të themi kështu qyrja e ngjarjes nga ekspertët kriminalistës, të cilët do të bëjnë edhe analizën e kësaj ngjarje të rënd, teksa shohin forcat e policisë, të cilët tashmë vendosin edhe kordonin e sigurisë sa i përket vendit të ngjarjes. Lucy, me sa jeni në dieni ti të paktën deri tani, ka pasur persona të tjerë të cilët qoftë mund kishin shkuar atje për të bërë qitje ose persona të cilët ishin punësuar aty, pra ka pasur rrezik edhe për të tjerët? Rrezik për të tjerët mund të themi që deri tani nga informacionet që kemi nuk ka patur, pasi personi ka qelluar vetëm në drejtim të vetes, por ka patur persona të tjerë të cilët kanë qenë aty për të kryer qitje për kënaqësinë e tyre, por kanë qenë edhe stafi i poligonit të cilët ndihmojnë dhe asistojnë të gjithë personat të cilët kryen dhe vinë në poligon për të kryer qitja. Kështu që besoj policia do e ketë më të lehtë punën e saj për identifikimin se si ka shkuar problematika, pasi ka pasur dëshmitar okular, besoj. Po, ka patur dëshmitar okular, të cilët tashmë do të shoqërohen në polici dhe do të merren në pyetje edhe me lidhje me rrethanat se si ka ndodhur ngjarja, për të bërë të mundur edhe një zbardhje të plotë të saj. Falenderoj Lucy që ishe me ne në këtë lidhje. Punë të mbar.